dikur në vendin tonë, në vitet e para të demokracisë, u futën në treg dhe në përditshmëri sende të çmuara e deri tek makinat e personazheve të famshëm që në vendin e origjinës ishin denoncuar si të vjedhura. Por sot, me digitalizimin e sistemeve të komunikimit, gjërat janë bërë drejt perfektes, pa patur më aq hapësira për të filtruar gjëra të tilla me aq lehtësi, dhe teksa hedhim një sy rrjeteve sociale, të shndërruara tashmë edhe në dyqane tregje online, mes shumë mjeteve të shitura gjendet makina e yllit holandez Arjen Robben, një makinë Audi A8 e vitit 2012, e vjetër për trendin e makinave në Shqipëri, nga periudha kur luante tek Bayern Munich. Shpesh fushatat e marketingut të kompanive të mëdha që kanë një bashkëpunim me klube futbolli po kaq të mëdha, kanë patur si traditë apo pjesë të marrëveshjeve të tyre pajisjen e futbollistëve me modelet e fundit dhe me kushtin që ata të përdorin në çdo aktivitet që lidhet me klubin, nga stërvitja deri tek eventet e ndryshme. Një ndër këto raste ka qenë në bashkëpunimi i Bayern Munich me gigantin e prodhimit gjerman të automobilizmit Audi, një marrëveshje mes tyre nga viti 2002. Në vitin 2012, Arjen Robben, një nga yjet e futbollit evropian të atyre viteve, kishte kaluar nga Chelsea te Bayern Munich nga viti 2009 dhe ku qëndroi për një dekadë. Lojtarët kishin lirinë të zgjidhnin modelin e preferuar nga një gamë e caktuar makinash. Modelet varionin nga Audi A3 Sportback në automjetet të tjera të larta si Audi RS5 dhe A8. Arjen Robben në atë kohë zgjodhi një Audi A8, njësoj si trajneri i Bayernit i asaj kohe, Louis van Gaal. Vlen të theksohet se sipas rregullave të sponsorizimit, lojtarët duhet i përdorin këto automjete kur udhtojnë për çdo aktivitet që lidhet me klubin. Ai model Audi A8 ishte modeli flamurtar i luksit të Audit në atë kohë. Modelet A8 të atij viti zakonisht ishin të pajisura me motor 3000 TDI ose 4.2 TDI me 8 pistona. Motori 4.2 TDI prodhonte rreth 350 kuaj fuqi dhe një forcë tërheqëse mbreslëse, duke e bërë një nga sedanët luksoz më të shpejt në botë. Makina arrinte shpejtësi nga 0 në 100 km/h për rreth 5.2 sekonda deri në 5.5 sekonda, njërisi për kohën ku lojtari mund të shkruante me gishtë mbi sipërfaqe prekse për të vendosur destinacionin në navigacion. Shumica e këtyre makinave të prodhuara kishin sistemin Bang Olufsen me 19 bokse që kustonte si opsion shtesë rreth 6.000 euro, ndërkohë që gjithë makina me të gjitha opsionet e mundshme që mori Arjen Robben kushtonte 100.000 euro. Arjen Robben e mbajti këtë linjë zgjedhjeje për disa vite, duke u parë shpesh në qendrën sportive me këtë model i cili përfaqësonte elegancë dhe fuqi, ngjashëm me stilin e tij të lojës në fushë. Sot, 14 vjet më e vjetër, ajo makinë qarkullon në tregun ton për një shifër rreth 12.000 euro dhe me mbi 200.000 kilometra të përshkruara, rreth 8 vite që e mbajti futbollisti holandez.